Mbrëmja e fundit e Big Brother VIP Albania 5 u karakterizua nga dinamika të forta, eliminimet e njëpasnjëshme dhe përballjet që zhvendosën vëmendjen nga shtëpia drejt studios. Spektakli jo vetëm që ngushtoi garën, por solli edhe një nga momentet më të diskutuara të këtij sezoni. Pas largimit të Juelës, gara përfundoi edhe për Edisa, e cila u eliminua përmes një televotimi vendimtar. Megjithatë ndryshe nga zakonisht, kulmi i mbrëmjes nuk ishte eliminimi në vetvete, por ajo që ndodhi menjëherë pas tij. Sa po ul në studio për intervistën, ajo u përball drejt për drejt nga moderatori Ledion Liço, i cili vendosi të rikthej në vëmendje një deklaratë të saj brenda shtëpisë. Gjatë qëndrimit në lojë, Edisa kishte aluduar për një pëlqim të mundshëm mes tij dhe Brikena, një koment që kishte marrë shumë vëmendje edhe jashtë formatit. Ledioni nuk e la çështjen në ajër. Me një qëndrim të prerë dhe pa lënë vend për interpretime, ai sqaroi publikisht situatën. Ai theksoi se ka pëlqyer vetëm një bjonde me Big Brother, duke lënë të kuptohet qartë se nuk bëhej fjalë për asnjë konkurrente aktuale, por për Sara Hoxha, ish partneren e tij. Ky reagim i drejt për drejt jo vetëm që hodhi poshtë spekulimet, por edhe e ktheu intervistën pas eliminimit në një përballje të tensionuar dhe shumë të komentuar. Për publikun, ishte një moment që tregoi se debatet e nisura brenda shtëpisë mund të kenë një hënë të fortë edhe jashtë saj. Ndërkohë, me çdo eliminim, gara drejt finales bëhet gjyknia më e ashpër. Banorët e mbetur po shtojnë strategjitë dhe përplasjet, duke e bërë çdo prime edhe më të paparashikueshëm.